Zoti Meta, së fundmi u publikua një raport i Komisionit Evropian ku ngrihej shqetësimi për moszbatimin nga kuvendi të vendimeve të gjykatës kushtetuese, por ku flitej për herë të parë edhe për pasigurinë ligjore për anëtarët e gjykatës kushtetuese. Si e vlerësoni këtë shqetësim që ngrihet kaq hapur? Keni të drejtë që habitin nga këto konstatime serioze që tregojnë jo përsundimin e ligjit, por të maliqit në Shqipëri dhe 9 vite pasi janë hedhur para pafund për reformën me 140 vota që u ka tandis në reformën me 69 vota. 5-6 vite më parë, fatkeqësisht, Komisioni Evropian lëbonte në Komisionin e Venecias kundër vendimit të Presidentit të Republikës, pikërisht në mbrojtje të integritetit të procesit të përzgjedhjes së anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Dhe përsëri Komisioni i Venecias ruajti integritetin e tij dhe u shpreh shumë qartë, jo thjesht në mbrojtje të vendimit kushtetues të presidentit, por edhe u shpreh qartë për çështjen e mandateve të anëtarëve të gjykatës kushtetuese dhe afatit të tyre kushtetues. Por vesi del me shpirtin, thot populli, ndaj rilindasit, pasi kanë kapur shumicën e anëtarëve të gjykatës kushtetuese, duan të spastrojnë edhe çdo anëtar me integritet në gjykatën kushtetuese se i tmerron mendimi i pavarur, kushtetues, objektiv, sepse kjo pakicë nxjerr zbuluar sklerëvit e rilindjes në sistem. Kur nuk ka siguri ligjore për afatin kushtetues për të përcaktuar qartë në kushtetut për çfarë tjetër mund të ketë siguri ligjore e juridike në këtë territor, se shtet nuk mund të quash. Po, ka për bandit që vidhin zgjedhjet, se ato lejohen të tjetërsojnë vullnetin e qytetarëve dhe pastaj njoftohen që të largohen, për të mos ekzekutuar flet arrestimet e kërkuara për herë nga partnerët ndërkombëtar. Meqense përmendet zgjedhjet, cilat janë pritshmëritë tuaja nga rinumërimi që sapo ka nisur? Standardet e zgjedhjeve u ekzekutuan shumë kohë para tyre nga rilindja dhe deri në ditën e fundit. Ndoqa pak dje deputetin Himçi që po bënte transparencën e një qendre votimi ku kishte flet votimi pa vul fare dhe plot marrëzira të tjera ku treni bullgar e kishte zbritur opozitën në 7%. Edhe në Rusi, edhe në Bielorusi, besoj se janë më të përmbajtur se në Elbasan. Apo kemi parë pamje me video ku një person hyn me 2 të tjerë në qendër të votimit dhe pastaj ulet në karrige, që të mos lodhet se i duhet të votojë në 4 flet votimi, as në 3. 10 raste të tilla që dëshmuan një industrializim të tjetërsimit të votës dhe kontrollit absolut të saj. Dhe mos harrojmë se 10 mijëra përkrahës të opozitës janë penguar përmes presioneve për të marrë pjesë në zgjedhje. A justifikojnë këto humbje në opozitës? Këto së pari provojnë farsën elektorale të 11 majit, që opozita duhet të delegjitimojë deri në fund. Çfarë mund të kishte bërë opozita më mirë, vjen në një moment të dytë, kur çmontimi i farsës ka përfunduar. Por në kushtet kur narkoshteti është non-stop në agresion të dhunës ndaj opozitës, siç ishte edhe rrëmbimi i vulës së Partisë Demokratike për 3 vite nga Rama, që të rrëmente bashkitë në maj të 2023-shit, për ndjekja gjyqësore e drejtuesve të opozitës, duke nisur nga lideri i PD-s zoti Berisha, rrëmbimi kriminal i imi në 21 tetor të 2024, siç kemi parë të gjithë procesin politik ndaj Salianit, Fredi Belerit, Fatmir Mediut e shumë të tjerë. Natyrisht që opozita ka meritën që nuk është dorëzuar, por ka rezistuar, luftuar dhe janë këto përpjekje të saj që të çojnë në kolapsin e këtij regjimi të kalbur nga korrupsioni dhe immoraliteti. Shikoni sa shok ka qenë i detyruar të fusë në burg apo të detyrojë të ikë në arreti vetëm për të shmangur përgjegjësinë nga vetja. Kryerilindasi, që është vetë ideator dhe ekzekutor i veprave më të korruptive që nga incineratori e deri të 10 PPP, këto regjime bien pikërisht kur duken më të forta sepse kanë arritur zenitin e kalbëzimit të tyre. Ndërkohë keni kërkuar ndryshim të masës së arrestit me burg me pretendimet se SPAK ka shkelur afatet. Cilat janë pretendimet tuaja? SPAK me rastin Meta nuk ka lënë gjë pa shkelur. Që nga dhjetori i 2019-s, ku ka regjistruar çështjen Qesdia e deri tani. Por kjo kërkesë është bërë nga avokati im zoti Cakrani, i cili bën punën e tij për të dokumentuar çdo shkelje, pasi këto më të rëndësishmet se sa për të paraqitur në sistemin e brendshëm të drejtësisë janë për gjyqin e Strasburgut, e cila rastet e Shqipërisë do të ketë si precedentet më skandaloze të shkeljes së Konventës Europiane të drejtave të njerëzit. Rasti Gëlliçi ishte vetëm i pari që do pasohet nga shumë të tjerë. Tani që po bëhet 8 muaj në paraburgim, si ndiheni? Ndihem shkëlqyer në planin personal, sepse Edi Rama harxhon 10 mijëra euro për detoks, ndërsa unë kam 8 muaj që bëj detoks falas.
Po kështu sa herë shkoj në infermeri për të matur tensionin nis humori, se kur nuk lëviz nga 7-11. Kisha kohë pa lexuar kaq shumë, pa shikuar kaq shumë dhe pa u stërvitur kaq shumë. Çdo ditë që rri këtu e quaj kohë të fituar për të ardhmen. Kur nuk kam hecur në drejtimin të erës, por të së vërtetës, të drejtës dhe së ardhmes. Duket pak si rrugë më e gjatë, por të çon atje ku duhet. Po me të nxehtin, si po kaloni, se u ankuat se nuk ka as ujë. Unë nuk ankova për të tjerët, pasi nuk I mbush bidonat me ujë. Se 1 orë në ditë ka ujë, dhe nuk më mungon, ndërsa I nxehtin nuk është problemi im, por kondicioneri. A mund të ketë sërish shtyrje të hetimeve ndaj jush? Në këtë vend, ku sundon mafia dhe jo ligji, çdo gjë mund të ndodhë, por ky nuk është më prioriteti ynë. Tani, prioriteti ynë është të ezarojmë sa më parë gjykatën kushtetuese dhe ta çojmë sa më parë masën e arrestit rrëmbimit në gjykatën e Strasburgut, ku do të provojmë botërisht se asnjëherë nuk ka qenë qëllim hetimi im, sepse kjo ka ndodhur pa pengesa, madje dhe në mënyrë të palishme, por rrëmbimi im banditesk, me qëllimin jo vetëm pengimin në zgjedhjet e 11 majit, por edhe me qëllimin e rrëmbimit e drejtimit të Partisë së Lirisë e vulës së saj, me qëllim gjymtimin e pluralizmit politik. Ne do provojmë se SPAK ka qenë vetëm një zbatues I verbër I urdhrit për burgosje të kryenarkomanit të rilindjes nga tribunat e Partisë Socialiste. Ne do provojmë se SPAK ka azgjësuar pavarësinë e gjykatave të brendshme përmes përgjimeve dhe shantazheve. Ne do provojmë se SPAK I bën këto shërbime të verbra politike sepse Dumani kërkon mandat të përjetshëm duke garantuar pandushkëshmërinë e mega aferave të Edi Ramës dhe duke ndëshkuar qëllimisht goditjen ndaj krimit zgjedhor dhe të organizuar. Shtyrja dhe zvarritja e hetimeve është interesi I tyre, pasi kanë dëshmuar plotësisht në të gjithë investimet e tyre mafioze të nxitur nga Edi Rama dhe Charles McGonigal, që në dhjetor të 2019 të gjenë edhe një provë sado minore që të përbëj provë apo fakt penal kundër Ilir Metes. Ata I tmerron edhe një intervistë te kolegja juaj Beti Njuma e shpikin dënime sa groteske dhe të turpshme, që dëshmojnë frikën jo thjesht nga liria e fjalës, por nga e vërteta dhe faktet. Ne do ta fitojmë këtë betejë, sepse kjo është në interes kombëtar e publik të shqiptarëve që grabiten pa mëshirë çdo ditë nga një regjim kleptokrat që kërkon të instaloj frikën dhe heshtjen përmes përndjekjes së drejtuesve të opozitës, por edhe për të gjithë kritikave të regjimit. Po të ardhmen e Partisë së Lirisë, si e shikoni? Unë e shoh me shumë optimizëm sepse në radhë të parë, Partia e Lirisë ka kauza shumë të fuqishme në mbrojtjen të interesit kombëtar dhe publik. Po kështu, një leadership të kthjellët dhe të paantazhueshëm e të korruptueshëm nga regjimi. Është e vështirë se ka qenë në qendër të goditjeve mafioze nga regjimi, që ka arritur të korruptojë një pjesë apo të marrë peng për shkak të papërgjeshmërisë së tyre individuale. Po ky ka qenë dhe mbetet një proces pastrimi e vetpastrimi. Konventa e 27 prillit 2024 mbetet themelimi I fuqizimit për të ardhmen e Partisë së Lirisë. Po kështu, analizimi im dhe objektivi I këtyre zgjedhjeve është I domosdoshëm për suksesin tonë në zgjedhjet e ardhshme vendore. Partia e Lirisë do të jetë vendimtare për të ardhmen e Shqipërisë në 2 dekadat e ardhshme.